Fëmijët e Tetovës në masë të madhe janë duke mësuar skimin. Kjo praktik është bërë edhe më e pranishme pas kohës së pandemisë, kur prindërit e fëmijëve një kohë të gjatë e kalonin në vende periferike, duke kuptuar edhe rëndësinë e natyrës dhe sporteve që lidhen drejt për drejt me natyrën dhe ajrin e pastër. Në Tetovë ka shumë shkolla skimi, ndërsa ne vizituam një prej tyre për të parë se sa kohë u duhet nxënësve që ta mësojnë këtë sport, por edhe si janë çmimet. Plaren Salihi është njëri prej instruktorëve të skimit dhe ai tregon për moshën nga kur mund të mësohet skimi, por edhe koha që duhet që një nxënës të krijojë pavarësi për të skiuar. 6 vjeçare, 6,5 është po është naltë është moshë adekuate për në mësimin e skimit, pasi që normal fëmija vjen këtu prej mëngjes, do ta kalojë tan ditën vet. Do të ishte i ambientuar paraprakisht. Realisht kurset për fillestari kemi 10 ditë. Për ato 10 ditë, fëmija 7 ditë ushtron poshtë e pjesa pas skilifte, mëson hapat e parë dhe masandej 3 ditë e tjera hypen në skrift. Kjo përfundon viti i parë. Vitin e ditë masandej, një ti grup me së do vije, është 3 ditë në ripo, sa ti rikujtohen senet dhe 7 ditë tjera hypen me skrift. Kjo dhe më thonë që afërsisht 2 vjete, fëmija mund njëse skjoje pa probleme. Por si janë çmimet? Sipas instruktorëve, çmimet janë më të lira në rajon për të ndjekur fëmijët kursin e skimit. Çmimet ti marrim në vendin tonë, jemi më ulët, shkollën e diellit. Mos bisedojmë në Ballkane dhe mos bisedojmë në rajon. Realisht për një kurs tek ne, për një kurs për shembull është 175 euro, kursi ku përfshihet rruga prej Tetovë, kursi edhe ski me qira. Kjo është edhe më thënë 175 euro, është një çmim që realisht ku shkojsh në vende tjera këtë mund ta paguash për 2 orë ose për 1 orë këtë mësim. Por tani edhe më thënë është çmimet janë shumë të ulta. Faleminderit njerëz që më bënë edhe pyetjen se kisha dëshirë për ta shpreh këtë si problematik pse thuhet diçka që nuk merret informata paraprake. Nxënësit thonë se mezi e presin sezonin e dimrit që të vijë të mësojnë skimin. Jam këtu që 3 vjet, skimi më pëlqen shumë, më duket shumë interesant. Skijoj një herë vet, kur jam me prindërit si për skilifta, lëshohem vet, kam hyrë edhe në gjashulse. Nuk kam hyrë në Cilipashin edhe në Tetex nuk kam hyrë, por në këto qerat kam hyrë dhe më duket shumë argëtuese. Unë që tash jam për 2 vjetë shkolle e skimit të mësuar, të shkolla atomik, për 2 vjetë kena shku të gjashulset, të diulset dhe në aerodrom dhe më ka pëlqej shumë mu skimi. Unë jam viti 3 edhe më pëlqen shumë të skijoj. Jam mësu shumë kënaqem edhe shumë mirë është, shumë kënaqem. Mendoj sa pres dimri të vi që të shkoj ski. Shkollat e skimit në Tetovë ofrojnë mësime ditore apo javore edhe për të rritur. Çmimet variojnë nga 20 euro ditë për mësime individuale deri në 150 euro për mësime javore.